Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot kemi makinë shumë të lezetshme, një makinë që e kena pas fiksim unë edhe brezim besoj. Është X6, të E71 ishi, kjo është X6 AM në 2010-ës. Kjo makinë kone vetë ka qenë si fiksimi i gjithëve, jo vetëm X6 që si model, po mëja sidomos. E kena pas pa kudo, në për video, në për gara, këta që boshin të kanalet e rusa atëre, paktën, që aty e shifshim shumë. Kam pas qenë modifikuar dhe stok kanë qenë shumë të shpejta, po dhe modifikoheshin shumë. Mëja është më agresive se normalja, që për para, të para kolbi, ka më agresive, ka të dyja kratë të qamet radiator për ftoje, disë di ka i zeqe, që sa të noja i ka frenu, ferrotat. 275 që i ka gomat para, 315 që i ka mrapa shumë gjone, shumë agresive, dhe mos për kohën e vetë. X6 është kupeja e parë Forestrad, SUV kupe, kjo e ka nisë atë trendin, si që ka nisë CLS-ja kupet me 4 dyrë të Benzi, kjo ka qenë e para Forestrad kupe, me 4 marmita, difuzorin ndryshe, shumë makinë e bukur. Jo praktike, po e bukur. Kur ka dalë kjo s'ka pas konkurent drejt për drejt asnjë, se kjo ka qenë e vetmja. E ngjashme e bazuar te X5 është, ka qenë pak më shtrenjtë se X5, në Amerikë një $4.000 më shumë se X5 më pak praktike, po më e bukur si pamje. Ka 555 kuaj fuqi, për i numër dhe e kishte në targën e saj me fuqinë. Ky është motori 4x4 V8 me 2 turbo, S63 si motor. Është motori i parë që është prodhuar me hot V, që e ka turbot në mes për më pak turbo lag. Është përdor edhe të M5 F10, të X5 po, më 6 pastaj. Ka 555 kuaj fuqi dhe 680 Nm tork këtu. Për kohën e vet ka qenë Forestrada më e fuqishme, kur ka dalë ka qenë turbo S-ja me 550, apo më pak, po ka qenë modeli facelifti i gjeneratës parë, s'ka pas dalë e dyta, më e fuqishme nga gjithë Forestradat ka qenë. Do e shohim si dejet edhe në performancë, po motorra të fuqishëm. Ne të shohim dhe interiorin, kjo ka këtë interiorin e kuq, shumë bukur, që kjo është bo vetë, edhe kjo është bo vetë, kjo si karbon. Të kanë to sediljet që i kanë me 20 ca mënyra lëvizje. Pjesa më e veçantë që është e bukur këty është kjo që përthehet kjo pjesa mrapa shumë. Përthejet në mes. Shumë të rehatshme, ndërsa sediljet më të mira, këto comfort seats, opsionale kanë qenë. Kësaj është vu timoni modeli të ri, e këtyne gjeneratës F BMW-ve. Nuk duket keq te kjo në fakt. Duket sikur është i veti ka qenë më i trash pak te këto pjesët kështu, kurse kjo pak më fine, sikur hap pak vend, shef pak më shumë, sa i ka qenë më i trash. Plus minusat, deri në 300 i shko kilometrazhi, është cross-koti me qepje, shumë i bukur. Lart është e zezë, që i ka Alcantara, ka këto sediljet me logo më aty dhe që hapen kështu, edhe këtu që i ka këto me thigh extension, që i hap sa dush, me bagje lart. Pastaj ka iDrive-in e BMW-s, edhe kjo është ndru bashkë me këto butonat, është bosi modeli më i ri, bashkë me këtë rrotullën. Sediljet me ngroje, ka pas me ftoje, kjo si ka me ftoje. Ka sensor të parkimit, traction controlli off, hill descent controlli, kjo që ha bagazhin edhe kamera 360 gradë. Kamin kjo e ka ZF 6 marshe, M5-a e ka pas DCT, kurse këtu kanë përdorë ZF-n prap, se SUV, makinë më e rëndë, kanë mërejt i qik në këtë aspekt. Si kabin, edhe pse është 16 vjet makinë tash, prap nuk ngjan keq, si moderne ngjan. Frenat e dorës elektronike, auto holdi, kjo EDC është electronic damping control për amortizatorët me 2 comfort sport. Këtu glove boxi këtu hapet shumë në mes. Shumë kabine e lezetshme është. I ka ekzistuar kohës mirë, nuk duket shumë e vjetër. Ta shohim edhe mrapa. Dyrt me thithje. Është me perde. Vazhdon me qepje, tapiceria edhe këtu poshtë. Kjo ngjyra e kuqe i shko, e bukur. Tashi, kjo ka qenë me 2 sediljet ndame. Më vonë pa të nxjerrë edhe opsion që ta kishe të mushme këtu, të mos ishin 2 ndame. Ka këtë në mes tu, kjo është edhe me televizor. Opsional ka qenë për kohën. Tashi duket i vjetër, atëherë ka qenë si gjë e veçantë, kishte televizor këtu mrapa. Ka pas këtë lloj televizori kështu e ka pas nxjerrë Regina të W220 që ka pas edhe më të vogël se kjo, ato kanë pas fillim opsionale. Sediljet me ngroje edhe mrapa, kliman me 4 zona, 2 para, 2 mrapa individuale. Tu ka këto për të fut kufjet, për të lidh DVD, gjona që ke.
edhe që t'i shohësh tu në televizor. Jo si përdor më njëri këto sot. Për hapësirë pastaj, s'është keq, ka vend këtu për kokën. Mirë është për kupe që është ka formën kjo, nuk është keq me thonë drejtën, ke vend. Edhe para për komët, nuk është aq keq. Ke hapësirë, duke konsideruar që kjo është edhe si kupe, nuk është keq me hapësirën. Ta shohim me bagazhin, edhe bagazh ka vend, normal, elektrik. Tash që do e marrim i xhiro, X6-ën më, ta shohim si do krahasohet sot. Kjo që ka qenë për kohën e vet, Ferristrada më e shpejt, që ka qenë e shpejt atëherë, sot konsiderohet jo dhe aq e shpejt. Është edhe me head-up display. BMW ka qenë ndër të parat që ka përdorur head-up display-n edhe që i ka bërë tamam të bukur. Se kanë përdorur head-up display edhe këto amerikanët, të Corvettat. Herët, ndër të parat fare më kanë qenë ato. Po BMW i ka bërë pak më të hajrit, më të saktë. X6 kur doli në fillim, solli atë konceptin e ri të SUV-ve të Ferristradave kupe, që deri atëherë s'ishte parë, kishin pa 4 kupe, si CLS-ja, po SUV kupe s'kishin filluar la. Pak te nuk dhe ishte qëteta, as gëleja kupe. Shpejt është, ka tork, se kana qu M Sport akoma, herë dhe ecim pak shu qetë, ta shohim, po interiorin e ka shumë bukur, edhe unë qëse do, kur e qenë më të vegjit, për edhe tashi, kur rim të pak të makina që kena qef, mundona mi gjetë me ato specifikat që dumë, edhe pse s'kena plan ma e ble, a kupto, po prap fut na e shofim ato, jo zbo kjo, thejme vëllesh, shef njonë pas e dili e këshu me përthyre, kjo zbo, kur të mërzitet, nesja dubliacionën, po e thejmi zbo, se s'na pëlqe. Me këtë lloj interiori dhe i kisha zgjatë dhunë, po të kisha ble time. Se kjo i shko shumë kjo ngjyrë, po edhe këto sediljet pa tjetër duhet i kesh këto me përthyrje, comfort seats, shumë të mira. Kena për të provu dhe i mbëllën 63-eshe, po kjo konkurent drejt për drejt ka pas mbëllën 63-eshe, W164-ën, ka janë turbon, edhe turbosën, po gjeneratën e parë faceliftin sa atëherë ka dalë, Range Roverin Sport Supercharged 5000, që ka qenë me nga dalë nga gjitha këto. Ka pas 6.8 V12 TDI, ajo ka pas tork më shumë, po kjo ka qenë më e shpejt. Nga gjitha këto rival që ka pas, kjo ka qenë më e shpejta. Më agresivja, më e mira në kthesa, SUV sportive tamam. E ndjen peshën e makinës, e ndjen, se s'është makinë e lehtë, po kështu agile është e shpejt. Ka fuqinë, ka. Në për këto rrugët, jo fort mira që kena, tash nuk është aq e rehatshme sa do ishte X5-a e thjesht ose i ML, po as keq nuk është. Se për herë kena një gjuhë që janë shumë pa rehatshme. Tash se di, kjo nuk më duket dash, por ndoshta jam mësuar me makinat pa rehatshme, edhe kjo s'm duket keq, që i ka për kohën paktën disë të mëdha e zetë, që sot janë bo standard e këto. E shpejt është. Tashi, normal ka hec teknologjia, kamja 6 marshë ZF-s nuk është mo aq e shpejt, atëherë ka qenë më e mira, tashi është 8HP-ja, ka vite që është 8HP-ja. Patentësia X6 ka fillu nga 30 HD me 3 mish më 57-ën në fillim me i turbo, pastaj 35 D me 2 turbo, 50 D më vonë te facelifti me 3 turbo, te benzina ka pas 35i në 55-ën, ka pas 50i, aty ka debutu për të parë motorin në 63, që ka se 63-shin,
2008, kur sa ka dalë. Edhe ajo ka qenë me 408 kuaj, 4.4. Pastaj kjo më me 555 kuaj, me motorin S63. Se thash, në Shqipëri kanë ardhur shumë X6 që kanë ardhur të reja, i kanë blerë të reja këtu, me zero. Edhe kanë nejt 16 vjet, tu përdor në Shqipëri, edhe i shef prap në rrugë. Kjo më ka habit mu, këta se kom prit. Që gjitha ato vitet mos ishin prish, kom këtu këto makina do prishin gjitha, se janë të komplikume. Llogaritet, shkoj makina të bëj 100 km, 200 km këtu. Këto lloj makina që duken sigurisht delikate, po kanë rezistu. Kjo është X-Drive, është 4.4, më pesa ka qenë vetëm diferencial mrapa. Bo downshift vetë, qumë së tashi. BMW-ja di për me bo makina agresive, edhe kur bëhet fjalë për SUV. Përgjigjet e shpejtë. Ato t'i plazit e ndrimi marshave. është goxha e shpejt. Është e krahasueshme pothuajse edhe me këto makina të reja sot. Sot ne jena mësu me SUV sportive, me RS8, me X6, me competition të reja të... Atëherë s'ka qenë edhe aq. Unë ka pas SUV sportive, se para kanë gjetë më lë 55 që këtë formatin e forestrallave sportive. O kjo e pa të qunë nivel tjetër, në thonë nivel që të krahasohet me Porsche 911, në këtë ishte më shpejt, në vit drejt, me sën. O kjo ka qenë komplet nivel tjetër forestrallave, s'ka pas lidhje me forestrallat e tjera, shumë më shpejt. Tash të bëjmë edhe konkluzionet e X6 2010-s gjeneratës parë. Shumë makinë mirë, më thonë, makinë mirë, sidomos për kohën një ka qenë super e shpejt, për edhe fare. Edhe sot është e shpejt, se më ka rënë me përfull disa lloj makinash. Normalisht është duke qenë makinë performance, makinë që është 15 vjet e vjetër. Normalisht që do të doje mirëmbajtje, normalisht që do filloje të japën ai problem, se ndodhin këto gjona, sidomos të makinat e performancës. Tani, a ka kritika gjona për këtë makinë? Ka, po kjo është makinë që tash që në fillim kur e merr këtë në vend X5-s më humbet praktikitetin, por ky është i kompromis që ti e bëj që në fillim, sepse zgjedhi pamjen e jashtme para praktikitetit. A ka më të shpejta, normal ka më të shpejta sa dush më të morësh i Golf R, modifiko dhe e bo super të shpejt. Po kjo është prap ajo makinë e madhe, e fuqishme, po që hecën edhe shumë shpejt, edhe në kthesa është mirë, edhe pse është 2 tonë 200 kg. Nuk është keq, në performancë është mirë, për çfarë makinë është shumë e mirë. Tashi unë kam pas qaf mirë provu edhe më bëu qefi që e provova. Thjesht tashi mund të imagjinoj se si ka qenë të ecësh me këtë në ato vite, sa e shpejt ka qenë. Se sot më ka rënë me provu lloj-lloj, dhe ka normal shumë më të shpejta. Po prapë është e shpejt, po imagjino para 15 vjet se sa e shpejt ka qenë. Ti ecësh me këtë rrugë në Shqipëri, ka qenë makinën më të shpejtë në Shqipëri në atë kohë. Shumë makinë e shpejtë. Këtë kishit zgjidhur Porsche Cayenne Turbon, gjeneratën e parë facelift, më lën 63 që besoj do e bëjmë shumë shpejt të ditë W164, aspirato me 156, X6 që është 8V12, që atë se kena bo akoma, edhe ajo është e veçantë. Cilën nga këto do kishit morë? Tuaregu W12 ka qenë nga fundi, besoj se ka pas në këto vite mo. Pa hajtë po fusim dhe Tuaregun W12. Cilën do kishit morë nga këto ju? Shpresoj duke të pëlqyer video, bëni subscribe, bëni follow në Instagram edhe në TikTok. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.